Mirëmbrëma edhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Prej vitesh e kemi ngrit alarmin që dezinformatat edhe narrativat të ndryshme ruse kanë depërtu thellë në mediat e Kosovës. Një dokumentar i publikum në Kallëzo.com ka zbulu që parat për të financu fushatat dezinformuese janë duke ardhur cash, pra jo me transaksione bankare, që me lanë gjurmë, por me pagesa që kryhen nën tavolin. Por ende ka pak hetime e dokumentime të këtij financimi, qysh edhe ka po shkom. E kemi vetëm një rast që është në duart e prokurorisë së Kosovës, e cila ka arrit me arrestu një person që dyshohet se ka marrë pare nga persona të lidhur me inteligjencën e Serbisë për të publiku lajme kundër politikanëve serb që nuk janë nën kontrollin e Beogradit. Ajo çfarë dihet është se ka media që bëjnë qarkullime vjetore prej qindra mijëra eurosh, por nuk e bëjnë transparent burimin e financimit të tyre. Nuk kanë pasqyra financiare të publikuara e as të audituara, e madje nuk kanë informacione as për numrin e punëtorëve që i kanë regjistruar. Në anën tjetër, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve nuk kërkon nga pronarët e medjave që t'i japin dëshmi se ku i kanë marrë këto para, ku është burimi tyre, i këtyre parave që po investohen në ngritjen e medias. Pra, nuk ka kontroll të mjaftueshëm në media e as në biznese tjera. Për të diskutuar këto e çështje tjera në studio kam ftu Niman Racaj, nga Komisioni i Pavarur për Media, Ardita Zejnullahu, udhëheqëse në Asociacionin e Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës, AMPEK, Dren Gërguri, profesor në Universitetin e Prishtinës, edhe Alban Zeneli, profesor në Universitetin e Prishtinës, si dhe Kreshnik Gashi, kryeredaktor në Kallëzo.com. Me lënis me juve Niman, sepse jeni institucioni këtu në tavolin që i mbikëqyrni mediat, çfarë deklarime financiare bëjnë mediat e licencume, edhe çfarë kapacitete ju si KPM keni me i vërtetu këto financa? Faleminderit të përftesën. Ashtu siç edhe dini, domethënë të gjitha mediat e licencuara janë të obliguara me dorëzu raporte vjetore, duke përfshirë pjesën financiare për vitin paraprak. Zakonisht nga ato tyra që deklarohen aty në dhënat që i deklarojnë të licencuarit, vrejet që financimi kryesisht i medjave, ashtu siç deklarohet, është nga komunikimet komerciale audiovizuale. Kemi edhe donacione në raste të caktuara, gjithashtu është edhe financimi publik, që në këtë rast është transmetuesi publik, i vetmi që financohet nga publiku. Është e vërtetë që sot është goxha sfiduese pjesa e identifikimit të burimit të financimit nga ana mediav, për arsye se të dhënat e cilat KPM i pranon me raportet vjetore të licencuarve janë shumë të mangëta në fakt. Pastaj është shumë vështirë me kriju një mekanizëm të vlerësimit të saktësisë atyre financave dhe burimeve, për arsye se mund të deklarohen se nga financohen, për shembull zakonisht kriteri kryesor është gjatë licencimit të mediave të reja, të cilat obligohen që me aplikimin për licencë me dorëzu gjithashtu edhe një pasqyrë, nëse themi ashtu garanci financiare, e cila natyrisht paraqet mjetet të deponuara në bankë, mirë po ne nuk është që kemi ndonjë mekanizëm tjetër për të shku përtej asaj, se sa deklarojnë ata. Për shembull, dhe deklarojnë një shumë të konsiderueshme të parave, mirë po neve vetëm na vjen një formë, një lloj vërtetimi nga banka se kaq mjete ekzistojnë në xhiro llogari, mirë po ne nuk është që mundemi me bë verifikimin se nga kanë ardhur ato mjete. Ne kemi miratuar një rregullore për pronësinë së fundi. Në fakt ajo rregullore është prej akteve të para të cilat KPM-ja e ka adresuar çështjen e pronësisë së media në Kosovë. Përmes asaj rregullore natyrisht kemi arrit me bë më të mirën, mirë po i kemi vendosur disa standarde, disa parime të cilat duhet respektohen nga ana media. Gjithashtu kemi përcaktuar aty që edhe pronarët e drejt për drejt, po dhe indirekt dhe fundor duhet të deklarohen. Krejt këto ndodhin në deklarim, mirë po vetëm problemi është se sa ka saktësi në ato deklarime. Sa mund të bazohemi ne në vërtetësinë e tyre. Dhe kjo është sfida për momentin. Deri sot nga praktika dhe vlerësimet që kemi pas të raporteve si regulator, nuk është që kemi hasur ndonjë ndryshim të madh në kuptimin e financimit vit pas viti.
fatkeqësisht mediat sot mbi bazën e dhanave që i raportojnë tek ne nuk konsiderohen mirë financiarisht. Disa prej tyre, numri më i madh i tyre, problemi kryesor është te mediat lokale dhe regionale kryesisht, po dhe mediat e fuqishme ashtu dhe ato tradicionale që janë. Kjo nuk është sinjal i mirë në fakt për arsye se pa qëndrueshmëri financiare nuk kemi as pavarësi editoriale. E tash kjo është në kuptimin e rregullatorit pika kryesore sepse rregullatori duhet i bëjë përshtypje çështja e financimit është pikërisht se nga burimi i financimit e ke edhe përgjegjësinë editoriale që ndikohet dhe përmes saj na ndikohet edhe opinioni publik. Ashtu ne duhet ta sofistikojmë këtë bazën ligjore. Ju e dini që ligji për KPM-n, ligji i ri që tash është anuluar për gjykatës kushtetuese, ka një kapitull veçantë sa përket pronësisë së media. Mirë po edhe ajo nuk ka qenë e mjaftueshme, këtë që kemi provuar në atë kohë, ka qenë ta kemi në vija trasha një bazë ligjore në ligj dhe pastaj ta bëjmë rregullimin me aktin e ligjore. Me fjalë, po the diçka që janë deklarimet mangta që bojnë mediat vetë. Mu po më intereson çka në kupton kjo e mangët. Çka deklarojnë, çka s'deklarojnë. Nëse është në vullnetin e tyre deri tash. Po për shembull të dhënat janë shumë të përgjithësuara. Në fakt deklarohen si shpenzime, deklarohen si hyra, por pa hyrë në detaje. Natyrisht që tregohen se ku shpenzohen tek stafi, tek teknologjia, domethënë që financohet, mirë po problemi kryesor ekziston te ajo që në rast se ka financim ose dallim në financa prej vitit në vit, është problem me e ditë arsyeën e çatij ndryshimi. Nëse ka komunikime komerciale më shumë, ai natyrisht që e vren dallimin. Po intereson kur thojnë të hyrat nga reklamat. A kallëzojnë mediat te ju kush i ka dhënë reklama? A listohet prej kohit vjen e hyra? Okej, në fakt mënyra se si raportojnë sot, vetëm deklarohet si e përgjithësuar, do të thotë kaq të hyra i kemi nga reklamat, nga komunikimet komerciale. Kështu është mënyra se si i deklarojnë. Pa i deklaru për një sfidë tjetër. E atyne firmave, ose firmat, nuk kompanit nuk i deklarojnë zakonisht firmat. Listohen, biznes, okej. Unë mendoj që kjo nuk është shumë problematike sepse përderisa e deklaron si të hyrën nga komunikime komercial, me një komunikim shumë thjesht tonin si regulator, ata dhe mund na tregojnë neve, për arsye se një 28 i ligjit e përcakton se në rast se dhënat e paraqitura në raportin vjetor nuk janë të mjaftueshme ose nuk janë të qarta, atë regulatori KPM-n në këtë rast e ka të drejtën që të komunikojë me të licencuarin dhe të kërkojë informata shtesë në raport me ato që kanë prezantuar. Okej. A ka ndonjë pengesë ligjore sot me i obligu që ta krejt që ta zëra, me i publiku, me i deklaru transakcionet financiare? A ka ndonjë pengesë ligjore? Në fakt, nuk mund të themi që ka pengesë ligjore, këtë çka mungon është definimi i procedurave, për arsye se mund të mos kesh pengesë ligjore në parim, mirë po për me realizu që ato të vynë procedura specifike. E procedura specifike duhet me usharu në detaje nga KPM-ja, nëse nuk arrihet më bë me ligjin e KPM-s, që natyrisht i shkon metoda më e mirë, edhe pse dihet që në detaje me ligj nuk mundesh mi rregullu gjitha raportet, mirë po të paktën vija trasha mi pas edhe për momentin nuk është që kemi pengesa ligjore për me bëhu lumtime në raport me burimet e financimit media. Ardit, si Ampek, ju keni antarësia juj përbohet prej televizioneve. Edhe radiove. A keni ju forma që ju i stimuloni televizionet edhe radiot, sepse online po e di që si mbikëqyrni, ku i stimuloni me deklaru të hyrat? Jo, realisht s'kemi na forma tilla, do me thonë se antarësimit e na me gjitha to është vullnetar dhe ma shumë fokusohemi në ato në bashkëpunimin mes medjave, në shkëmbimin e përvojave, në ndihmën njëri tjetrit, ndihmën juridike, pastaj punën e ligjet në këtë kornizën ligjore përsa i përket medjave, por sigurisht se është diçka që e mendojmë, se ndoshta është mirë që me fillu me një praktik tillë që sa ma transparencë me pas vetë mediat, aq ma të besueshme janë edhe për publikun. Kështu që është një ide që është përmend në për disa takime, por ende nuk është jetësu. Kështu që duhet me vazhdu me punu ma shumë në drejtim, por megjithatë pa qenë diçka e kornizuar në ligj dhe me qenë si kërkesë ose
e ligjit fillimisht, e pastaj edhe e ndonjë akti nënligjor të miratuar prej KPM-s, është pak problem që vetëm ne si asociacion që ka mund të bëjmë në vetëdijsimin e tyre për ngritje të transparencës, po jo domosdoshmërisht në domethënë implementim të plot të një provizioni. Ekziston një vend ku mediat të cilat janë kategorinë e bizneseve të mëdha raportojnë edhe kanë obligim i raportu shtetit të hyrat, aty është faqja e Këshillit Kosovës për raportim financiar. Kjo nëse je media shumë e madhe. A i dim që aty a janë të publikum të hapën të bizneseve të mëdha? Media si bizneset të mëdha? Realisht, unë s'kam informata për ato. E tash, pasi Krishnik ti je media në qëtë tavolin, kallëzëm qëfar forme kallëzë.com i raporton publikisht reklamat e veta. I raporton krejt hyrat financiare në webfaqe, i kime përqindje me se cilën... Me emnat reklamuesve. Mbi emër të reklamuesve, të burimeve si donacionet, të burimeve pe aktivitetit komercial, të gjitha janë në webfaqe, tu e tregu Megjithatë, kjo buxhetin bo total. me meni se cilin, prej 100 eurove dhe 1000 euro që i jep për reklam. Kjo bo si kërkes kogja specifike e rjetit ndërkombëtar të fact-checkerave, cilët AFC-ni, cilët për me ta dhanë begjin që je sa glam, kanë kërku edhe çdo cent me publiku. Ata e kanë standard, por realisht na e kemi pas para tyne si e kemi implementu në publikimin e dhënave financiare, për shkak se jemi organizatë shoqërisë civile dhe konform regulative dhe standardeve më të larta ku organizatët e shoqërisë civile, të cilat dojnë me qenë kredibile në vend, i deklarojnë të hyrat dhe aktivitetin e vend, dhënat tona kanë qenë publike për një kohë gjatë. Pra, ajo që ka synohet me u bë me deklarimin e të hyrave financiare të mediat është thjesht mi tregu publikut se cilat janë burimet e financimit për të cilat e mrin media me... Mirë, tia e dinte që ky Këshilli i Kosovës për raportim financiar, cilat media të mëdha raportojnë? Prej asaj që e kemi bërë në hulumtimin e mëhershëm i cili ka qenë për media ownership, nëse nuk gaboj ka qenë televizioni 21 që ka deklaru atje dhënat e tyre financiare, për shkak se atje deklarojnë bizneset e mëdha, për shkak të një elementit të... Reklamat a mund është mi po aty? Jo, problemi i reklamimit në sferën e media në Kosovë ka një zinxhir të madh të problematikës dhe është shumë probleme e ndjek se kush është reklamuesi, dyta sa janë mjetet dhe e treta cili është qëllimi i reklamës. Pra na identifikojmë reklamimin e msheft, pra kur situata parat merren dhe artikulli del mirë, por nuk tregohet që është i sponsorizuar. E dyta e kemi reklamimin indirekt apo përfitimin indirekt që ne e identifikojmë sidomos prej partive politike dhe kompanive të cilat fitojnë tender apo marrin leje të ndërtimit, të cilat në një formës e tjetër për me financu fushatën elektorale për publikimet në media, ata thjesht japin marketing në mediat të caktuara, ndërsa kjo kompenzohet në format thjesht rireklamimit ose mbështetjes për një parti politike. Pra kjo është njëra prej sfidave kryesore të cilën ne kemi për me mri me zbulu se cila është mënyra e financimit të fushatave të partive politike, për shkak se dhënat të cilat partitë politike i dërgojnë në KQZ, por na tregojnë që ka shumë pak mjetet të cilat shkojnë te mediat dhe ka shumë pak pare për reklamim, ndërsa në anën tjetër çmimet e tregut nuk mrin me arsyetu gjithë këtë publikim i cili ndodh gjatë zgjedhjeve. Dhe kjo është problematike për shkak se ne po mrim me konstatu që partitë politike kanë media ku publikojnë, kanë portale ku publikojnë, kanë portale të cilat edhe në dokumentare kemi konstatu, të cilat komunikatën e partisë politike e publikojnë njëjtë që ka shkruar partia. Pra, partitë tashmë shkruajnë lajme... A jetë të tonë që e bojnë me pare a pa pare? Tasht, në asnjë situatë... Çka është kthimi për situatat deklaratë? Do duhet me qenë financim, do duhet me qenë pagesë direkte, apo në mënyrë indirekte kompenzim në një formë të marketingut. Për shkak se ripublikimi i komunikatës, pa evidentuar që kjo është komplet e shkruar mbi partisë, është ndërhyrje editoriale. Pra, nëse një parti politike e ka marrë, ka shkruar komunikatën në format të lajmit, dhe mediumi e republikanësit të tillë, pa pas asnjë ndërhyrje editoriale, dhe e qetë si artikull të vetin, kjo ne na tregon që aty ka pas një ndërhyrje politike. Ti piketon veç partitë politike, po edhe të bizneseve i publikojnë. Në sferën e Kosovës na duhet mi kuptu disa probleme esenciale të cilat lidhen me financimin
edhe me burimet e dezinformimit. Pra këtu nuk jemi të folë për mediat kredibile dhe nuk jemi të folë për mainstream mediat në Kosovë, të cilat megjithatë synojnë me pas një lloj kredibiliteti, transparence në raport me publikun, edhe pse mundet me pas raste kur janë të cënueshme. Për me kuptu krejt problematikën është duhet me kuptu kontekstin në cilin është e vendosur Kosova dhe burimet të cilat ndikojnë seriozisht në ndërtimin e qëndrimeve politike po dhe elementeve të tjera të qytetarëve të Kosovës. Elementi i parë është që ne kemi një komunitet, jemi dy etni kryesore në vendin tonë, të cilat jemi të ekspozuar ndaj ndikimit edhe prej dy shteteve të tjera. Pra, komuniteti serb është i ndikuar 100% prej asaj çka prodhohet në mediat në Serbi. Dhe në dokumentar rrinë mu pa se cilë është kredibiliteti i mediave Cilat janë dy shtete tjera? Në Serbi, Një Serbi? Serbi një, dhe burimet në anën tjetër të mediave të cilat vinë prej Shqipnisë. Pra, kontenti cili prodhohet në Shqipëri, cili vjen në formë të entertainment kryesisht, apo dhe të lajmeve, apo dhe të materialeve të cilat lidhen për Kosovën, ka një ndikim bukur të madh në raport me qëndrimet politike të vendit tonë apo në informimin e qytetarëve të Kosovës. Tash, pse kemi probleme këtu? Kemi probleme këtu për shkak se influenca ruse në mediat në Serbi është e hatashme, është shumë e madhe, dhe e dyta, influenca, po është edhe zyrtare, influenca edhe kredibiliteti apo gjendja e mediave në Shqipëri është bukur shumë e ekspozuar ndaj oligarkëve dhe njerëzve të cilët kanë derdh pare për me investu në media dhe si rrjedhoj edhe me ble paqen politike. Po veç ai të thonë që fajtori janë shtete tjera se na jena kështu virgjin nga këto aspekte. Tash kthehemi edhe te problemet të cilat i kemi si Kosovë. Mirë po, nuk është problemi vetëm mrena vendit. Çka po du me thonë këtu është jemi shumë të ekspozuar ndaj mburimeve të jashtme dhe influencës e cilën na vjen për jashtë. Importohet në Kosovë pas një lloj filtri. Dhe si rrjedhoj, ne kemi një situatë të tillë. E dyta, jo më pak e rëndësishme, është financimi apo përkthimi materialeve të cilat vijnë direkt prej influencës ruse dhe influencës kineze, e cila vjen në vendin tonë. Dhe në dokumentari kemi përmend disa elemente. Pra, ne jemi importues të hatashëm prej mallrave prej Kinës. Dhe kjo rrjedhimisht do duhej me inicu një lloj elemente të tillë. Askush nuk ka në Kosovë një dhonë se sa reklamojnë në mediat tona bizneset e cilat importojnë prej Kinës. Pra nëse është importuesi i Kina eksportues shumë i madh në Kosovë, rrjedhimisht ata do duhet edhe me investu një shumë madhe të parë në promovimin e produkteve tyne, gjë që na nuk e kemi të ndikuar. Pra, problemi është që ende nuk kemi asnjë lloj transparence në drejtim të financimit mediave, po ashtu edhe të identifikimit të këtyre elementeve. Alban edhe Dren jeni pi botës akademike, me ty Alban po nisi që kjo idea e qëndrimeve të partive politike, deklaratave të publikume pa kallëzu që janë sponsorizume, pse bëhet prej mediave? Ideja themelore ose çka shtyn me mendu pse bëhet kjo punë është në dy faktorë për mendimin tim. Faktori i parë është kur ka afërsi me atë parti politike, mediumi i caktuar, edhe njëherë, domethënë me bot qartë për publikun, nuk po folim asnjëherë për mediat kryesore mainstream Kosovë, cilat ju dihen, adresat ju dihen në redaksit, po folim për kryesisht media online të cilat nuk kanë ndonjë farë influencë të madhe. E para është afërsia me partinë politike, qoftë në pikpamje ideologjike, qoftë pikpamje financiare. Edhe e dyta unë mendoj që është numri i vogël i njerëzve që punojnë në ato të ashtu quajtura media, të cilët e kanë veç një punë për bindjen tembile kështu figurativisht, shpesh po e garë me to, edhe e kanë 3 taste në tastier, CTRL, C edhe V. Je të thonë prej paditurisë. Jo paditurisë, sepse ata nuk bojnë realisht punë gazetarit. Ata bojnë punë copy-paste prej njëri tjetrit, duke shfrytzuar një hapësirë ligjore të ligjit për mbrojtje të A janë këta që po quhen në jargonin e ri ndërtuesit e kontentit? Jo, domosdoshmë sepse ata bile kanë një adresë kush i pagun, çka duhet me pas parasysh që na tash jena tu diskutu për disa kategori të ndryshme që janë publikues të përmbajtjes në ambientin digjital sidomos. Duhet me kuptu që ambienti medial apo digital ka ndryshuar komplet. Gazetarët edhe mediat nuk janë të konkuru më veç mes vete për kredibilitet, për që nuk kupton përkthim më shumë në financa e gjëra tjera, por janë të luftu edhe me disa profesione të tjera, të reja, të cilat s'kan ekzistuar më herët, profesione influencerat, youtuberat,
tiktokerat edhe të tjertë. Janë në të njëjtin kanal duke konkuru për vëmendje. Ka konspiracionera? Edhe as i ka. Bile ka pas rase kur ata bile kanë bo emision televizion të dosh me marë shikueshmërinë e TikTokut prej konspiracioneve. E tash, disa njerëz kishin me thonë kadal se ti po i përjashton mediat transmetuse të mëdhaja serioze, po njerëz po ankohen, publiko po ankohet në hapësirën që mediat mainstream apo kryesore, transmetuse po i japin qëtyre njerëzve për klikime. Qëto që po e diskutojmë, tash kjo është, që shmë thonë, çështje e vlerës. Mas pari për vlerën se çka transmeton në një program, një televizion, është çështje e gjykimit redaksis mas pari, edhe së dyti kalkulimit në kuptim të komercializimit që asaj përmbajtje. Kur kalkulojnë shpesher, tash normalisht në një konkurencë ku na i kena parafërsisht 10-11 televizionet që konsiderohen të mëdha nacionale në Kosovë, në një treg ku reklama është veç një 16 milion si pas një volumtimi shumë ati që ka bo KPM-ja. Edhe vjen pyetja me njerë, qysh 16 milion fonde ose reklama vetëm e 11 televizione? Po, ka, jo veç këto, 11 televizione po folin për nacionalet, se kështu me frekuenci kemi 24 duhet licencum, edhe mediat lokale duhet me hinë në këtë farë muhabeti. Qka është me rëndësi tash, nëse se unë s'muj me bo kalkulim esencial këtu, adin me thonë me shifra, kjo kështu dhe kjo kështu, po qka mujna me thonë në parim në këtë logjik të diskutimit, është që këto mediat mainstream për cilat jena të fol, edhe nëse folim për qarkullimin zyrtar, që raportohet, unë mendoj që është mjaft mirë i rregulluar, për shkak se ka përveç KPM-s edhe institucione tjera ku duhet me raportu. Duhet me raportu në ATK, duhet me raportu nëse është shumë mbi 10.000 euro në agjencinë kosovare. Kërkun s'ki nevojë me kallëzu reklamat, Alban. Kërkun s'ki nevojë me kallëzu kur t'ka dhënë reklama. Po, financiarisht ti je obliguar me deklaru ato. Nëse je jo, nuk është vullnetarisht. Ti je obliguar në ATK me i dorëzu komplet këto tyrat edhe dalat si biznes. Nëse përdojna me matë produktin çfarë e prodhojna edhe financuesit e mediumit ton, tash kjo është një problem tjetër që ato kapacitete aktualisht shembull Kosovës ekzistojnë. Nuk ka një dikush që thot po e zom që mediumin X mundet me financu Albani përmes biznesit ti veç deri në 30% reklamës. Ky është një problem që duhet me evidentu edhe duhet me rregullu. Po, jo dhe i sa mund... Na po folim për këto që deklarohen. Burimi i pareve. Për mediat mainstream nuk mendoj që kjo është problem. Problemi kryesor mbetet gjithmonë të çto tash po mujmi kategorizu si media alternative, media dyshimta, media çfarë do formati që ose emri që i japim. Çka është me rëndësi këtu, unë mendoj që kjo është shumë e lidhur edhe me çështje të përrëndësisë. Për publikun, jo për tavolinën diskutojmë këto, janë 3 kategori. Publikja, privata edhe organizata tjetër qeveritare që zhvillojnë veprimtarinë. Edhe i bën që kanë institucionet ndryshme për ka mënyra se si raportojnë ka aspekti financiar. Organizata tjetër qeveritare që janë media, kryesisht raportojnë te financuesit e tyre, edhe bojnë auditimet e tyre për shkak të nevojave të personit që jep donacionin ose organizatës që jep donacionin. Te privatët e kena ATK-n, KPM-n, në rastet e shifrave më të mëdha se 10.000 euro tek Agjencia Kosovare për Inteligjencë Financiare, a ka emrin çu? Po, Inteligjenca Financiare, edhe publikja tek Kuvendi i Kosovës edhe tek institucionet tjera përgjithëse mbikëqyrëse të këtij. Tash çto nuk shoh shumë problem. Problemin themelor që shohën është të çto mediat alternative për cilat jena të diskutu, të çto mediat e dyshimta. Tash, unë mendoj që në fazën e zhvillimit të mediave çfarë jena në Kosovë, jena ardhur në një moment ku mediat kredibile në Kosovë duhet me e bën një hap tutje në drejtim të transparencës, e cila kish me ju përkthy aty nëse investim në besueshmëri. Qysh, nëse një medium sot dikush një qytetar i Kosovës e lexon një lajm te albani.com, edhe ai lajm nuk ka as emër, nuk ka as adresë, nuk ka as guideline qysh marrohet lajmi pe albani.com-it, shembull pe një website dikot, edhe hin lexon një lajm te on, potencialisht ai qytetar ka më i besuar më pak çati lajmi se dikush në të cilën hin i tregon ku ne ka kryeredaktor, ku ne ka redaktor, kush është autori i tekstit, i tregon edhe shpenzimet e të hyrat që i ka pas ai medium përmes raporteve vjetore. Veç me evidentu, në Kosovë asnjë
medium që është i licencuar në KPM si televizion, që është privat, nuk i ka publik në website vetin këto të vana. Tash që po thomune është jena në qasi faze ku konkurenca në mes 20 parve ma është e pamundshme mund është me ndru një ven ose 2 mas shumëti, qka unë menoj edhe si strategji e biznesit për vetë pronarët e mediumeve, mendoj që është e rëndësishme me investu në transparencë, sepse kjo kam ju përkthy në besueshmëri, nuk është investim që kthehet mrena vitit ose mrena 6 muajve, por është investim më afatgjatë i cili ndihmon mediumit me kriju kredibilitet në çet ambient digital ku po them ti duhesh me konkuru me gjithkën, edhe me prodhues të dezinformatave. A është që besueshmëria të bjen shikueshmëri? Nëse do mi të binë që ata njerës që i vjen ma mirë kamerafa gjatë, nëse bëhen transparent. Ata kanë me vetë, a mritët mu shikueshmëria klikimi, pezojmë, po bona avokati të në që të avëllin mas si kena, a kam ju përkthyn shikueshmëri nëse e rrisin transparencën? Veç një sekund, mediumi nuk ekziston veç për shikueshmëri. Për ashtu, ka një medium që po në i ka, më letë qelë një biznes tjetër që shet blen malla dhe jena në rregull. Mediumi ekziston edhe për krijim të opinionit publik. Po, se propagandë. Po, krijim të opinionit publik. Po, ideja themelore është kjo, që nëse një medium nuk ka ndikim shoqëni për me përmirësu shoqënin, ai s'ka arsye me ekzistu. Në esencë. Nështë e ka marru Alban, po bosh... Si biznes... Mirë, kjo është ona e paq nëse e ki marru medjen me përmirësu shoqëni. Po çka nëse e ki marru medjen me shit produkte tjera që i ki dej që atë moment i ki marru. Çfarë unë po them, është që tu bëhet dallimi masnej mes qëllimit vërtet të mediumit edhe një biznesi tjetër që e përdor platformat e mediumeve për me kriju parë. Jo, na kena gazetarë që kanë thonë, e kena media është biznes. E kena marru me shit. Është me definicion që është biznes, por biznesi gjithmonë e ka të mirën publike me veti, sepse nuk është biznes veç me shit diçka. Është biznes me i shërby shoqënisë. Pronari, biznesori, cili nuk është gazetar, pronari që e ka marru qatë medjen, është biznesmen. Po, na i kena disa raste në Kosovë. Ai e ka marru për me shit produkte tjera. Na i kena disa raste në Kosovë ka pikpamja pronësisë me që përmene, cilat nuk janë pronë veç nuk janë veç biznes medial. Po janë pjesë një korporatë të madhe, e cila ka edhe prodhime tjera, e që shërben televizionin, i shërben televizionin për me reklamu produktet e veta. Më parim. Në mënyrë transparente e kanë marru televizionin për me i shit produktet tjera. Pjesë korporatës. Nuk mundësh. Jo mundësh. Sepse ekziston një element shumë i rëndësishëm në vendin tonë. Na mediat i kemi shti në një status të beneficum. Nuk paguajnë tatim. Si rrjedhoj, se cili qytetar të vëshë. Të vëshë e ki fjallën. Të vëshë. Edhe në kontratat e reklamimit. Nuk paguajnë për arsye se? Sepse kemi vendosur me subvencionu dhe kanë interes publik. Dhe në momentin kur një biznes ndërtohet mbi beneficione, mbi lirimet e tatimit, për shkak të interesit publik, ai do të me i shërby edhe kësaj pune. Pra, nuk mundna me trajtu një biznes i cili shet goma, njëjtë sikur një biznes i cili është qelë në emër të medjave. Këta do të me kuptu, dhe këta do të me kuptu të gjithë ata mira publike. Edhe licencimi, pastaj frekuenca e cila neve na drejton këtë punë. Ta qartësojmë që tu është çështja e transmetuesit publik, ajo është i liruar prej tatimeve, këto mediat komerciale nuk janë, për pjesën e pajisjeve teknologjike, por jo për pjesën e reklamave. Po bolçi teknologji. Po mirë, në rregull veç ta qartësojmë që janë komplet liruar prej tatimeve. Okej. Dren, ke qenë hulumtus jo vetëm në po edhe në shumë studime që janë prodhu për financimin e mediave. Ku e shet ti problemin kryesor, reformën kryesore që duhet me u bo për mu përmirësu financimi i mediave me u bo ma transparent që populli mos me na pa, qysh momentalisht, është na pa fatkeqësisht, është na pa si agenta që bëjmë keq. Unë e po foli via trasha. S'po them për media të caktume, po duhet me e kuptu që jemi para një lexuesi qytetari i cili se cilin herë më pak po beson media. Unë besoj se ne duhet me e kuptu këtë transformimin që ka ndodhur në ambientin informativ në Kosovë. Edhe në atë se si gazetarët dhe këta të tjerë që s'janë gazetarë, po që janë në petkun e medias, se momentin që devijon nga profesioni s'mund t'jetë gazetarë më,
edhe ky grupacioni tjetër në këtë ambientin e ri është përshtat me lehtë, sepse ka ik nga standardet. Gazetarët kanë qenë në një pozicion të vështirë, sepse në njërin anë kanë standardet profesionale që ata duhet i ndjekin kur raportojnë të tjera, dhe në anën tjetër është publiku i cili po anon më shumë nga kjo përmbajtja që është senzacionale, që është më interesant, që është më clickbait. Dhe disa media të ne, media mainstream edhe ato, kanë zgjedhë që në modelin e tyre të biznesit të shkojnë të ekonomia vëmendjes, duke e bërë që nga emisionet e cilat do duhej të prodhoj diçka më përmbajtësore për publikun, të shkohet në përmbajtje të cilat sjellin klikime dhe rritin riqin e një përmbajtje të njëjtit televizion edhe në media online. Sepse atë që e përmendi edhe Albani, pra çka ka ndodhur me televizionet tona është që për një moment kanë hyrë në të njëjtën hapësirë me krejt influencer edhe me një atje që është në TikTok. Edhe televizionet tona në vend që me e mbajt nivelin edhe me i detyru publikun që me shku te ta, kanë zbrit. E unë mendoj që kjo është një prej problemeve përmbajtësore. Pastaj, çështja e financimit është problem vete, kur ne kemi shumë të vështirë gjejmë statistika për mediat e Kosovës, për mënyrën se si janë financuar edhe më përpara edhe sot. Domethënë, a mendon që ka financim nër tavolinë ndaj mediave të Kosovës? Tash fakte s'kemi. Ne kemi përshtypje në bazë të disa përmbajtjeve që ne i shohim, por në rastin ton i bie që ne mund ta supozojmë se është nër tavolinë, ose e supozojmë që tha dhe Albani thjesht për shkak se është një person që është veç në atë faqe aty, edhe ai po e shpërndan. Për mua është e rëndësishme të kthehemi te publiku dhe ta shohim se si publiku nuk po e bën më dallimin në mes të medias që ka redaksi, edhe që ka gazetar, edhe që tregojnë autorin, është transparenca, redaksia, e din kush e ka shkruar lajmin e këtë me radhë, edhe dikush tjetër që s'e ke idin kush është aty. Dhe çka po ndodh te ne, se kjo është përtej veç një konfrontimi me një përmbajtje, po është paragjykimi i konfirmuar, që në aspektin psikologjik shpjegohet se si qytetarët parapëlqejnë diçka, edhe që ta besojnë, pa analizu me tutje, pra pa shku me idenë që mos valësh nër tavolinë, mos është çështje financimi për dezinformime, kështu me radhë, por i pëlqen përmbajtja edhe ndalet me kaq. Në një studim të mëhershëm që fokusi ka qenë të narrativa dezinformuese dhe të përfshirë kanë qenë 600 respondent nga krejt Kosova, rezultati ka qenë që qytetarët e Kosovës nuk shkojnë deri te faqet e fact checkers me përmbajtjen e të cilat ata e pëlqejnë se duhet jetë e vërtetë. Pavarësisht se s'është, por thjesht te ne i bie fare, do të thënë ndalen vetëm në përmbajtje, sepse ajo e konfirmon paragjykimin e tyre edhe aty mbaron. Dhe kjo është një problem që ne i bie që ne në kulturën tonë nuk kemi mbrit ta mbjellim. Është veç kultura jon, krejt bota po ne po flasim për Kosovën. Unë po fokusohem te Kosova, se po patjetër kjo është diçka që ne nëse e shohim vende tjera, ti e sheh që kurva do të lviz vazhdimisht prej nëse shkon në Finland është ndryshe, shtete tjera ndryshe, varësisht se si kanë funksionuar dhe kanë vepruar. Politikanë që kanë fituar në bazë edhe trenave që kanë shpërndarë dhe s'ka problem me fituar. Kjo është koha në cilën po jetojmë në kuptim të teorive njëjtë si koha e postvërtetës. Koha e postmodernizmit dhe postvërtetës, post-truthit. Njerëzit nuk kanë nevojë më me verifiku të vërtetën objektive, por gjithkush e ka një të vërtetë cilën e gjen në një kanal alternativ me vërtetu. E pse pra po më thotë që sa ma transparent që je si pronari media, sa ma shumë që e kallëzon vërtetën, sa ma i besueshëm, çaq ma mirë bëhet për ty. Qepse gjithmonë nëse jemi që të botën e post-truth që ne jemi në botën e post-truth, por nuk kemi bekon asnjëherë në rastin kur kemi me pas komplet audiencën që ka me synu të vërtetën objektive. Vërteta objektive është investim afat gjatë për mediumet, nuk është investim që ka me u kthy sot për nesër, sot për 2 muaj. Vërteta objektive, diçka që verifikohet me fakte, nuk është investim që sot kime mush menën një triut, sepse ajo është më shumë interesu me pa dikon që është valzën në TikTok. Por, kur çështjet janë serioze, ka prirje që këta njerëz kanë me u kthyte faktet objektive dhe me gjyku. Përtej audiencës edhe angazhimit të saj për të vërtetën objektive, unë mendoj që më e rëndësishme është vlerat e profesionit që i promovojnë, edhe vlerat të cilat duhet me ju qëndru, sepse në fund të fundit kjo na të bën dallueshëm prej influencerëve, tiktokerëve e të tjerëve për çfarë po diskutojmë.
Jeta? Una? Se mundëm. Vetëm tek pjesa që po ndërlidha me Albanin, pjesa e mediau, të cilat trajtohen në fakt si bizneset, është nga kuptimi i regulatorit, nëse vrejnë tash edhe obligimet ligjore që i kanë media mas pak të shihet si biznes për regulatorin, po shihet si një mjet i cili i ndihmon publikut, në informim publikut, domethënë për të shërbyer publikut. Në këtë aspekt, për ata ekzistojnë edhe kufizime ligjore sa i përket komunikimeve komerciale në media, sepse e ke, për shembull, 12 minuta ose 20% vëllimit për gjithë shumë të programit, s'mundesh me pas ma shumë reklam. Arsyeja është shumë e thjeshtë, për arsye se ti nuk mundesh tash të mu shëndru komplet në biznes për të shit produkte dhe të promovuar produkte. Ki media ku gazetarët s'po mujnë mo me duru lojmet në qato media, edhe po dojnë ndërheqje, sepse lojme po nis lojmi me promovim produkteve të ati biznesi, ti flej, tu i nxje veç minutat e reklamës, bukfale që filloj reklama, a i po hinë në lojme qëndrore po ta bon. Gazetarët nuk po mujnë në emisione, në lojme qëndrore po ta bon lajmë produktin e vetë. Qka po bon të si KPM kur përshet që to që aj pik te i kalon kufizimit, krejt? Na kemi, ka shumë probleme në kuptimin e vendosjes së produkteve dhe komunikimeve komerciale në përgjithësi. Na veç i dim, do më thonë edhe në emisionet për çështje aktuale, duke mos e përjashtuar edhe këto sot, vendosja produkteve nuk është e lejuar në fakt. Jo, unë s'po të foli për vendosje. Ja, vetëm pak. Thom për lojmeve. Po du me hi. Besoj që është trajtim për te obligimit, që më thë për te formës ligjore, në menoj që është trajtim profesional. Qartë, jo, që ajo pastaj e ndikon edhe përgjegjësinë editoriale, dhe sot... Kreshni ka pe adreson që to se në mone ka fjallin për vendosin e produkteve qëtu. Jo. A ki fjallin për qëtu? Jo, më falë. Çështja e emisioneve aktuale, se cili televizion sot, që zhvillon programe, ka vendosje të produkteve. Tash KPM-ja është informuar për atë. Mirë, po ne i dim edhe pasojat eventuale, nëse KPM-ja do të shkonte me një zbatim strikt ligjit për shkak të gjendjes financiare të media në Kosovë. Sepse ato e trajtojnë si burim të vetëm qëndrueshmërisë financiare, reklamën e vendosjes të produkteve. Përmbajtja që lojmin që e jep, ka të bëj, ku ti jetu shit në lojme qëndrore, jetu e shit produktin. E ke fjallën produktin e vetë, kompanisë vetë. Redaktorial. Kjo është shkelje kodit profesional edhe etik që ka KPM-ja vetë, sepse është... Mirë, se s'mos ta bojmë sot ashtu, se për një me ka shumë të lasha, unë më një përshtypje pak Alban kjo pjesa që e diskutove. Shumë mirë që po thuhet media tradicionale për momentin janë okej, nuk kemi shumë probleme me to. Mendoj që ka ma pak probleme. Ka ma pak probleme. Mirë, po me këto na pranojmë që media tjera ose platforma treja sot, të cilat nuk janë të rregulluara, aty ka probleme më shumë. Atëherë ne duhet të kalojmë në një stad tjetër. Nëse ne kërkojmë prej një platforme online për me tregu edhe financimin, edhe pronarin, ti fillimisht atë platformë duhesh me fut në rregullim, në një jurisdiksion. Pastaj mi kërku kriteret, mi kërku obligimet ligjore që janë. Po kthehemi të nevoja domosdoshme që trendi, jo KPM-ja, tash na po flasim për rregullim, që trendi i rregullimit nga media tradicionale të transformohet totalisht juridiksioni i Komisionit Pavarët Media, po dhe i KMSHK-s nuk ka kur fare të lasha aty, vetë se duhet mi ditë që për përmbajtjet audiovizive, kur ka kontent audioviziv, çdo herë ki një regulator publik. Kur ka pjesë tekstuale, e ki në regulator, e ki një kështu... Jo, më falë, po... Nda se ka plot shtete që nuk i kanë, sepse ajo është një... Pjesën audiovisive? Po, unë kam qenë kom po institutin që e lunë rolin e KPM-s. A i bile ka dhe komponente edukative në Finland, ko gja ma shumë se sa veç kjo. Jo, unë pajtojnë me gjitha ato që i thes që ka probleme. Mirë po, duhet me shku me regullim në atë aspekt, një që me shmonë gjitha ato të lashe që i. Se unë menaj që nuk duhet me u trajtu njëjtë, nuk duhet me ju mrena një regulatori, është arsye e parë është sepse ju nuk jap një internetin atyne. Atyne internetin ja u licencon një autoritet tjetër. Ja u licencon, jo, e para, do më thonë... Ka rëndësi kjo? Jo, ka shumë rëndësi, sepse po folim për të mirë publike. Ti a licencon televizionet që kanë frekuencë. Frekuenca është si me ta jap hapësirën publike licencën e Batlovës. Edhe për frekuencë, ata përdorin një sistem transmetimi. Duhet mi regullu që to mediat pa regullume, nëse jo KPM-ja, kush po meron që jo, duhet, mas pari duhet mu fuqizu forma aktualeve të regullimit që e kena, për shkak se Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës, nëse marrëm me këshyrun, është i vetmi
institucion që vendimet e tina merren si ekspertizë në për rastet gjyqësore. Unë mendoj që qytetarët tunë duhet me inkuraju që me dërgu sa ma shumë lanë Këshillin e Mediave të Shkruar të Kosovës, edhe sa ma shumë lanë mas Këshillit të Mediave të Shkruar të Kosovës me vazhdu në gjykata, sepse kur ai vendimi Mirë po, a ka kapacitete me regullu portale? Unë nuk ka, që to kem të diskutu, e para kem... Dy elemente të rëndësishme, kontrollin e etikës edhe kontrollin financiar. Do me thonë, ajo që na muj me konstatu. Po janë të lidhuna, kërshënësi janë bashkëndome. Ti po thu, ai që je paret edhe ndikon në kontent. Po folim qysh me regullu që të pjesë që është e re e pa regullume. Qysh o forma ma e mirë? Regullimit tjetër tim, po. Jo, veç ideja... Edhe financi. Vazhdoj, Alban, argumentin. E para, sa i përket argumentin, menoj që KPM-ja mas pari nuk ju jep as një të mirë publike e media online për mi regullu. Qyshe u jep shambull rjetin televizioneve kablure, ose jo shkush, së më shme regullu diçka që nuk jep si shërbem. Diçka regullojmë na. Edhe frekuencën. A marrë që jemi për interesin publik. Po bre, por interesin publik e ka dhe KMSHK-ja. Qartë, nëse ka përmbajtje audiovizive, ajo është në mandatin e Komisionit Pavarur të Media. Kështu e ki të ndërtuar me të rregulluar me ligjin e KPM. Që ka rrëzu kushtetuta. Jo. Ja, më fal. Ka rrëzu online. Nuk është po, nuk është ai medium. Që jo veç edhe një 2-3 çështje. E para, na kena marrë tani të një problem tjetër që ka qenë në ligjin që rrëzoi gjykata kushtetuese, kena marrë që me rregullu platformave të media sociale. Kjo është problem shumë i madh për këtë bashkimin evropian, jo vetëm për neve. Po, halos kena mri aty. Jena mos harrojmë që një audiencë për media sociale, një audiencë që jena rreth 1 milion, që s'është kur gjë hiç. Bash po duhet pyet çka mendon ti për revolucionin e ri kur në disa shtete aty ndalu përdorimi i rrjeteve sociale i nër 16 vjeçarëve. Ajo mendoj që është veç fushat politike. Këtë media sociale, TikToku, Facebooku e kanë që nuk mundesh me qel nëse je në 16 vjet veç nëse e rran. Po veç ki mekanizëm serios. Mekanizëm nëse ka gënyu dikush TikTokuna, çfarë po bëjmë tash? Ka avancuar policia. Apo kthehem te tema Ardiçi doshte më inkuadru. Prit veç pak Alban. Realisht kjo pjesa e rregullimit të përmbajtjeve audiovizuale të mediat online, me ligjin e ri i kanë fut në, po mendoj ligji që u shfuqizu prej gjykatës kushtetuese, në jurisdiksionin e KPM-s. Me direktivën për shërbimet mediale audiovizuale, parashije që përmbajtja audiovizuale e mediave online të rregullohet prej një institucioni regulator. Edhe çka ndodh. A jeti për me bë këtë punë KPM? Mendoj që nuk jemi në atë fazë zhvillimit profesional edhe të KPM-s, ma tepër kisha thonë me bë KMSHK-ja, mi ngrit kapacitetet, për faktin që besoj që shpesh herë. A e din që KMSHK-ja i ka një 4-5 veta full-time staff? Çu shkan me bo? Këta tjerë të janë krejt njerë që vinë njerë mujë. Te KPM-ja është rreziku që, po mendoj indikimit politik, të antarëve që... Ka disa parakushte është shembull regulatori me qeni pavarur edhe ka kuptimi financiar. Absolutisht. Qeni pavarur ka kuptimi financiar. Qashtu, shembull regulatori me i marë parët për shkak licencave që jep, tarifave të licencës, për shkak dënimeve që i shqipton, në këtë formë u pavarësu. Jo, edhe jo në disa parakushte tjera. KMSHK-ja që është e pavarur financiarisht nuk ka boll pare për me majt vetën. E vërtet, po na në mënyrën që po folim sot, na po folim tash për një institucion vetë rregullues, KMSHK-n, edhe po folim për KPM-n si institucion publik, kategori kushtetuese, shumë e rëndësishme vendin tonë. Po folim që ajo vetë nuk mundet me gjeneru buxhetin e vetë, rrjedhimisht ka më varë gjithmonë për një partije politike që ka shumicën për vendin Kosovës. Po, çfarë buxheti ka mi do? KMSHK-ja aktualisht ka funksionu prej themelimit me mbështetje të organizatave ndërkombëtare. Po, veç edhe kogja në baza vullnetare me pagu që ata të arsin. Absolutisht. Nuk ka me qenë gjithmonë e financume për organizatave ndërkombëtare. E ka kogja në risk mbi jetesë. Unë e kom bëni elaborim të situatës bashkë me Violeta Hysenin, një kolege Jonja, për KMSHK-n me angazhim të ndjajt para 2 vitesh, edhe kemi gjetë disa mënyra që shmujnë me qenë e qëndrushme, financimi edhe mirëmbajtja e Këshillit të Mediave të Shkruar. Po, absolutisht. E para është shembull me vendos një tarif dënuese për mediumet, edhe që ato tarifa me shërby për me mirëmbajt organin vetë rregullues. E dyta, antarësia, kombinimi i këtyre,
monetizimi i përmbajtjes që e bojnë, edhe fuqizimi i rolit të KMSHK-s në shoqëni vetë. Edhe jo në parakushte tjera për, po mendoj, për mu implementu ky provizionit i AVMS-s, për shembull shkohet me vetë rregullim. Nëse vetë rregullimi dështon, atëherë shkohet me korregullim mes rregullatorit, domethënë KPM-s në këtë rast edhe KMSHK-s. Nëse edhe ajo dështon, atëherë shkohet me këtë rregullimin klasik prej KPM-s, vetëm për përmbajtjet audiovizuale që i kanë mediat online. Domethënë vetëm për videot që shfaqen, jo për përmbajtjen tjetër. Për mu, shembull ligji që urdhzu prej gjykatës kushtetuese ka pas një problem shumë të madh që nuk ka qenë hiç specifik, shembull, në mediat sociale thot, mediat sociale janë të detyruar me vënë një person kontaktues për Kosovën edhe me ju përgjigj KPM-s sa ardhë që ka nevojë. Merrem me vesh Meta i ka 15 përfaqësi në krejt Evropën, ajo në tonë ato shtete si kontinent po fulëm, jo si Bashkimi Evropian. Tash, nëse se bojnë që të, ligji ka para pa me marrë masa proporcionale në qujtë. Po nuk janë sqaruar çfarë në ato. Çfarë masat proporcionale? Me nal Facebookun? Me nal TikTokun? Që të kallzoni moni, çka kanë me? Ideja ka qenë po ne i formuluam për binjën temë në mënyrë të shpërndarjes së videove, që jo domosdoshmërisht futet vetëm Facebooku aty. Jo, Facebooku është një se fokusi ka qenë YouTube aty në trajtim dhe platforma tjera të mëdha natyrisht që kanë video, që shpërndajnë video. TikToku tash. Mirë, po është më rëndësishme se sa ato janë të gjitha platformat që s'kan fare përgjegjësi editoriale në punën e tyre, si dallim esencial që u bë me ligjin e Komisionit Pavarët Mediave. Jeta, nëse më lejon çdo pjesa e rregullatorit, Ardita e përmeni, u përmend çështja online, frekuencat prej Albanit. Problemi është se mënyra si janë zhvilluar trendet, teknologjia, më shumë pak ka rëndësi mënyra e bartjes së kontentit të publiku. Do të thotë, nëse është edhe vetë AVMS-n, është krejt neutrale në kuptimin e teknologjisë. Thjesht merret me përmbajtjen Audiovisual Media Service Directive. Direktiva për shërbimet mediale audiovizuale në kuadër të BE-s, që është një lloj kushtetute për tregun e shërbimeve mediale në nivel të Bashkimit Evropian. Ne në vit tash me ligjin i cili veç ka, domethënë, është në lupë gjykatës kushtetuese, ideja ka qenë që ai ligj pikërisht jetë në harmoni të plotë me atë direktivë. Ne kemi përmend me kalimin, domethënë hap pas hapi ka ndodhur disa ndryshime, të cilat e kanë bërë pastaj të paqëndrueshëm ligjin në vlerësim nga ana e gjykatës kushtetuese. Çështja e KPM-s nuk pajtona që për shkak mungesës nëse ashtu quhen kapacitete, tash duhet të marr dikush tjetër. Unë mendoj diçka tjetër. Jo, unë e shkaniva që to është mungesë të pavarësisë politike. Ja nga. Po dyshime në pavarësinë politike. Ma lejoni për KPM-n lutna atë nëse. Edhe që i keni buxhetin, buxheti që të mvaret pi parlamentit, po duket buxhet gjithmonë i mvarur pi politikanit. Ata jep, pastaj jep. Shkurt diçka për këtë. Ne po shohim edhe po e diskutojmë që kemi vështirësi në çështjen e financimit, se po kthehemi te financimi, edhe të televizioneve, të cilat janë në mbikëqyrjen e KPM-s. Tash apo i bie kjo që KPM-ja nuk po mbrin ta menaxhoj këtë pjesën me media tradicionale, e ne po e diskutojmë që t'ja shtojmë edhe mediat e reja. Por po mendoj sepse KPM-ja e veç pak, po duhet ju kthy në temë, as RBK-ja, Kreshnik, nuk po kërkon në media tradicionale me deklaru pronarin edhe nuk po kërkon pronarit me deklaru preardhjen e parave me cilat po hapet një biznes i medias. Ti the, po supozot po heken taksa sepse supozot që je biznes për fitim publik, po qelësh, kishe qajo është bu, se po qelësh për interes publik, në anën tjetër sot nuk kërkon kërkush as një institucioni joni, as KPM-ja, as RBK-ja, as ATK-ja, as inteligenca financiare nuk e kërkon preordhjen e parave. Që kjo është tema? Realisht, ATK-ja dhe inteligenca financiare do duhet me kërku, për shkak se në çdo investim i cili ndodh në vendin tonë, çdo rritje e pasurisë do duhet me nënshtruar. Çfarë RBK-ja? ATK-ja dhe inteligenca financiare. Pa dalë, ATK-ja, halo pa harxhuaj parë se ka që. Çdo parë, çdo investim që regjistrohet si vlerë, pra nuk kupton nëse kemi një shtëpi dhe kemi regjistruar si vlerë, do duhemi të nënshtruar filtrave të tatimit, pra të pagesës së tatimit për përfitimin të cilën e kemi bë, gjë që nuk ndodh për shkak se na jena një ekonomi e keshit dhe jena shumë të cënueshëm ndaj shpërlarjes të parave. Kjo është temë e cila shumë e gjatë, por neve na kallzon që parat në kesh, pra parat në çanta mund me hinë çka dush në Kosovë dhe kërkush nuk mundet me dalë. Mirë, vetë mirë vesh, nëse unë jam një biznes që ku marr me 100.000 euro, po du me qelë një media, e shkoj e regjistroj në RBK, hala s'ko marrë të ATK. Shkoj e regjistroj në RBK, kush së vetë ku i ko marrë që ato 100.000 euro? Jo, sepse si nuk kallzon sa pari ke marrë heq.
Ti veç ki me thonë, unë po du me qenë një biznes, qash të lyp kapitalin financiar, pra kapitalin aksionar, që në ngupton ti e deklaron 100. Qaj kapitali, a duhet më deklaru prej kajt e komar? Jo, se në arë për këtë nuk ki me tregu kapital. A pse mos mundru ligji? Po tash pse mos mundru ligji, sepse është vetëm regjistrim i biznesit, i një brendit të caktuar. Ti regjistron adresën, ndërsa me mekanizmat e tjerë ti e kallëzon ku i ke marrë parët, çu i ke marrë parët e tjera, po gjithmonë do të mu vërtetu nëse kanë ardhur për një vepre penale, pra jo prej qarkullimeve të tjera. E ku duhet ajo me deklaru? Sipas te, cili institucion duhet me vet një media? A nisëm pe qëllimit fillestar. A kanë që të vend vullnet politik me i bo media transparente në financimin e tyre. Ka dal, Kreshnik, se kur po ka vullnet politik, mediat po dojnë po presion, pavarësia jam e financiare, po kohën. Lot e krokodilit i nato i po. Vullnetin politik, Kreshnik që pe lyp ti, po sulmohet politikani që pe lyp transparencën. Po nuk fer. Shumë është jo e popularizume me dalë si politikane, me thonë, du me fitu zgjedhjet, edhe po kërkoj transparencë pronarve. Të gjuhën krejt mediat. Çka kemi gjetë në ullumtimin që është bo? Këtë partit politike kanë abuzu me reklamimin e msheft. Çka në kupton kjo? Ligji i KQZ-s lyp që çdo parë të cilën partitë e shtin në media, edhe në platformat sociale me qenë deklaruar. Nuk e bojnë. Për shkak se investimet të cilat i bojnë në media dhe në platformat e rrjeteve sociale abuzohen. Pse abuzohen? Nëse të futesh në Facebook dhe me rregullat e metës, je faqe e partisë politike, ajo ta identifikon sa mjete i ke fut në to. Do ti mundesh me një klik thjesht me gjetë sa parë i ka shti njëna parti politike në meta. Po nuk mundesh me gjetë në rast se i njëjti content është reklamuar në një faqe të automekanikave, në cilën janë fut 100.000 euro për me shpërnda kontentin. Dhe këto e kemi gjetë në ulëmtim. Janë përdor faqet e cilat ose janë të regjistruar si media, ose janë faqe në diaspor, ose janë faqe në rajon, për me promovu kontentin e partive politike në vendin tonë. Pa e identifiku. Tash. Çka duhet mërzu? Cili institucion se pas te? Unë po të thëmë kush do i shti paret, ti mu po më dhu, se s'po i gjenë këta që po thëmë cili duhet mi gjetë. Jo të i shti paret, jo transparent. Nëse partit politike nuk i nalin paret, e cilat janë të i shti ilegalisht në promovimin e kontentit tyre, na nuk kena me zgjidh problemin, sepse burimin, na po e dim kush do të i lshu paret. Parës të Serbia e Rusia. Tjetër tim, pra brana venit, na po e dim që partit politike janë njëni burim. E dyta, janë bizneset e cilat janë të ishti paret për me hesht diskutimin publik për temat e cilat ata i kanë interes. Cilat tem o hesht? Cilat tem është hesht? Tema vrete një tem që o hesht në Kosovë, s'kanë mërit Kalzonëm ju mu, me hesht. sa keni ngu në zgjedhjet e fundit lokale, diskutim për planet urbane dhe ndërtimet ilegale në komunat e cilat na kemi bo debate. Nuk kemi gjetë. Madje, kemi pas lider politik të cilët kanë ardhur dhe kanë thonë, na nuk jena kundër ndërtuesve. Sepse nuk guxojnë, na i kemi pyet. Gazetarët Jo, të bojmë na një diferencë. I kemi pyet, jo. Nuk jam pyet të për krejt studiot. Nuk është diskutuar për krejt studiot. Ç'kjo është problemi? O ble mos pyetja, po domethënë. Për temën kryesore të qeverisës lokale, heshtja është ble. Nuk është diskutuar hiç. A dole vërkëshnik se ti fuq e ka ble partia politike, unë thëmë nëse televizioni e ka është pronar ndërtusi. Pse bre po më thu partia e ka ble vetë biznesi e ka ble gazetari. Kjo është forma me gjimit për pjesë e korporat. Po na prish neve se na jena të paq, e po na prish partia. Akti që, jo, unë e para thash, politika të ushti pare, e dyta thash, biznesi është të ushti pare. A ma gazetar të paq. Na të paq. Du të me kuptu. Na si jena të shqitje, se kena qitë vetën, hajde blejem, se kena qitë vetën shqitje. Në momentin që ma problemat jo është ndikimi biznes në media së politikës. Momentin që jetë të punu me një ambient të caktu. Së menoj që ka lidhje, një ndarje të qartë mes biznesit e politikës mas pare, e tani ndikimit medias. Unë e menoj që ekologjia media në Kosovë ka një të mirë. Nuk ka as biznesmen as politikan që mund me nalë një lajmë. Nëse e nalë dikush tjetër ka me qitë. Edhe kjo është e mira demokracisë tonë. Tash, a janë të gjitha mediumet që i zbatojnë të gjitha standardet edhe të gjitha i bojnë të gjitha pyetjet edhe ato heretike, po themi në raport me korporatën ku është të funksionu mediumi, mrena cilës korporat, jo nuk është, nuk i bojnë këtë nga pyetjet, është vërtet. Por shumësia e mediave, polariteti i madh i mediave në Kosovë,
e mundëson një gjë të tillë, që shumë e shëndetshme për demokracinë që nuk ka mundësi asnjë biznesmen, asnjë politikan me nol një lajm këtu. Kjo është mendoj lajmi më i mirë. E në pyetjen teme, kush mendon ti Alban që duhet me identifiku preardhjen e parave me një Disa medium? institucione. Disa institucione. Jo, kur po, a diçka po Nëse ndodh po kur po folim thojmë disa, ai po metet beva e pa ushqyme se disa edhe po metet jo transparent. Për faza po folim. Nëse po folim për fazë licencës, Po. si medium i ri, unë mendoj që këtë punë duhet me kry KPM-ja. Për shkak nevojës për me deklaru, duhet me marrë ata. Normalisht, bashkëpunim me institucione tjera që janë në këtë. Nëse po folim tani, për rritjet kapitalit në mënyrë të pa, që më thonë, Transparente. jo transparente, Okej. kjo është dashme konë punë e ATK-s edhe inteligencës financiare. Unë nuk menoj që është problem i kësaj, i mungesës së organeve që kanë kompetencë për këtë punë. Po çështja është e zbatimi. Duhet me ndru ligjin, na, për me e kry. Na muj me specifiku ligje nëse është e nevojshme, s'na por noj. ideja themelore është që Problemi që da duhet me investu e para në transparencë, e dyta në kapacitete për me mri me zhvulu ka po vjen parja. Për shkak se çka po konstatojmë na, është që të na kanë ardhur 3 paqeta smoka në Prishtinë, 3 dezinformata, 3 materiale janë. Kujt mi janë ndërtu kapacitetet kreshtit? Cilit institucion? E para duhet me ndërtu guxim për me hyrë në këtë tema, sepse unë menoj që institucionet të cilat janë të thirrura për me bë këtë punë, pra me ndjek investimin cash në Kosovë nuk kanë guxim për shkak se ndihen të kisha me thonë të pafuqishëm, të intimiduar me hap tema të tilla dhe kjo na nxjerr para një problemi hala më të madh. Edhe inteligjenca financiare njihet? Po tash nëse inteligjenca financiare nuk ka mri ende me na gjetë neve asnjë parë kineze që hen në mediat e Kosovës në mënyrë të dyshim për me ritransmetu narrativën qeveritare kineze të mshefur në formë të lajmit, atëherë kjo është problem për mua. E E dyta, çka mi bo këtë mediat sulmojnë ka dalë, se ata tutën që mediat e sulmojnë mastaj. po tash edhe na Na kena media pas jemi të ekspozojmë. një Edhe na gjyqtare po tregojmë që për një 15 vjet ka qenë çdo javë në një ballin të një gazete të Kosovë për shkak se ka marrë vendim për me denu atë shtypshkronjën e asaj gazete se një punëtor pa të hup dorën aty fatkeqësisht. Edhe Albana ndodha apet që ajo, menon që apet ai që e heton mendoj, medjen ka me pas fushat ndaj tyne? Po, por në çët pluralitet medial që ekziston në Kosovë, mendoj që ekziston mundësia edhe ai gjyqtare, ai hetuese, ai Me dalë edhe hero. Edhe ai me dalë hero, po, me e thonë të vërtetën e vet në platforma tjera. Tash, çfarë unë mendoj që duhet me ngrit nivelin e debatit në një çështje tjetër që për mua është shumë e rëndësishme, ka pikpamja e rregullatorit, ka të bëjë me tregun e reklamës në Kosovë. Po folim për këto zyrtarën, sepse edhe këtu kena çdo probleme. Shembull, një problem që e kena është që reklamuesit e Kosovës ka vite që ka trend që reklamuesit e Kosovës, reklamuesit e mëdhej, bizneset që prodhojnë gjëra tjera, shkojnë reklamojnë mediumet shqipnisë, cilat shihen edhe në Kosovë. Po, Por nuk ndodh dhe kundërta. Nuk ndodh që bizneset e Shqipnisë me ardhë me reklamu në Kosovë për me u pa në Shqipni, për shkak se përveç RTK-s, atje në sistemin e digitalizuar të frekuencave, nuk shihet gati asnjë medium tjetër ose shihet vetëm një pjesë Shqipnisë. Prandaj unë mendoj që këtu rregullatori ka një detyrë me i përcaktu disa kufi se nuk është normale një medium që shfrytëzon kulturën e njëjtë, që është e një shteti tjetër, unë të merr me vesh s'kam gjuhë kundër Shqipnisë, as kundër mediumeve të Shqipnisë, por ata paguajnë taksa në Shqipni. Edhe operojnë në tregun medial në Shqipni. Është e pandershme që për shkak të hapësirës që e kanë në Kosovë me transmetu, e që nuk është e rregulluar, me shfrytëzu këtë pjesë që me i bë konkurrencë pandershme. Po, e çush po dën ti me rregullu këtë pjesë? Unë mendoj që këtu vlen rregulli i, ç'më thon, i reciprocitetit. Mendoj që nëse mediumet tona nuk kanë mundësi teknike me u pa në Shqipni përmes platformave, na duhet me shqyrtu mundësinë që ata me na jap këtë mundësi një që shau kemi jap na. Do të thonë me u pa abovikat e tyne me i detyru KPM-ja këtu i ta? Jo me i detyru. Qysh? Jo KPM-ja këtu, duhet me bo ama atyne. Bashkëpunim me këta. Mirë dhe ama atyne thot puna jame, mos më përzi. Po, nëse është puna atyne, atëherë na vendosim një mënyrë tjetër që është me rregullu reklamuesit që vinë prej shteteve tjera. Hajde, propozoje. Ka disa mënyra, tash nuk është diçka që muj me bo aktualisht, sepse kërkon debat të gjerë. Nuk është e lehtë, po është debat që duhet me e bo. Unë mendoj që të na problemi ma shumë shkon të fshehja, se sa të kjo që është
mbi tavolinë. Pra, se tregu i reklamave është mbi tavolinë, edhe ato statistika sido që janë, Biznesi ne po i dim. e fshih sepse don me asulmu. Për shembull, po du ma direkt fshehja me ju pyet. Fshehja, pse ndodh fshehja? Fshehja një teori e pse e fsheh një biznes reklamën, është që njerëzit që mirën me fajde, që po ka shumë Kosovë tendera, ndërtim të rrugëve gurthys, me bo dikush mi aprish tymin prej një hulumtimi ose do gazetar, ata e financojnë na e gazetar tjetër me i ra që ty në gazetarve. Që pse, si biznes, ty ti e qënë reklamën të dikush pa pagesë. Do me thonë, pa u pa që e ki qu reklamën atje. A është që kjo një formë, pse tjetër ndodhë fshehja e biznesit me fsheh, pse po e pare, pse ndodhë ajo? Po kjo është një prej. Një prej. Kallëzomi tjera. Një prej, pra, sepse pse fsheh si biznes? Ne duhet me pa që media funksionon në ekonominë e Kosovës, e cila lulëzon me jo formalitet. Pra, ne po fokusohemi te media, po edhe në rrafshet e tjera, ti e ki ekonominë jo formale shumë të zhvilluar. Edhe media është pjesë e saj. Nuk mundemi ne me prit prej pronarëve të mediave me qenë në nivel krejt tjetër në raport me kolegët e tyre që janë pronarë të një kompanije në një fushë tjetër. Pra, mënyra këtu ne kthehemi te mendësia, te mënyra se si ne e ndërtojmë modelin e biznesit. Dhe ne e ndërtojmë modelin e biznesit në atë mënyrë që e kërkojmë edhe këtë fshehjen një edhe për shkak të taksave të atë këja, sepse edhe ajo ka pesh. Po veç ti nëse dush e bën reklamën për me ik taksave, ti dush me regjistru atë reklamë, dush me regjistru. Mu veç po më intereson pse bën reklamë, ku reklama, mendësia është reklamën e bën se dën mu ekspozu, a kënej pe bën reklamën në tavolinë për mos mu ekspozu. Pse po pagun për mos ekspozim? Sepse ekspozimin ndoshta ai bie që nuk është në interes të diskutohet ajo. Do thotë edhe është thjesht fshehje e një tematike sikur që e përmendi Kreshniku më herët që edhe nëpse në atë rast politikanët e kanë fshehë dhe jo gazetarët, kur s'kan dashur të flasin për ndërtuesit, se gazetari e kryen punën e vet kur e pyet edhe insiston në një temë që është me interes, pastaj është çështje e politikanit në mënyrën se si ai adreson të njëjtën problematikë dhe në fund është çështje e qytetarit, a voton apo jo, në mënyrën se si e gjykon përgjigjen e politikanit. Po unë besoj se ne duhet me pa këtë pjesën edhe që unë besoj që është shumë problematike, është të financimit që po vije edhe kur ne shohim dezinformata serbe, ruse, nga njerë edhe kineze, që janë të shpërndame në adresa të ndryshme, dhe kjo ndikon te publiku edhe në mënyrën se si publiku e percepton. A keni po shpërndame edhe në adresa transmituse? Apo vetëm në adresa online për i hulumtimit? Jo, ka pas edhe transmituese. Ka pas. Nalë më qëtu, sepse mu po më intereson një man pse s'keni mri me identifiku që po e thojnë edhe Dreni edhe Kreshniku prej hulumtimeve të ne, që paret ruse edhe kineze kanë hi edhe në televizione, ju nuk e keni identifiku e po lyp edhe ma shumë, do me me leq 3 po thune kom kapacitete me imbulu edhe këto tjera. Pse se keni identifiku si preardhje e parave për Rusisë edhe Serbisë në asnjë hetim t'juaj? Në fakt, mënyra si KPM-ja funksionon, tash na nuk kemi hetim si inteligjencë financiare, për arsye se është e pamundshme ajo. Gjykimi KPM-s ose vlerësimi është në ato që ka shifet në ekran. Për ata dhe ekzistojmë si regulator. Nëse ne vrem që politika editoriale e një televizioni ose përmbajtja që transmetohet kanalizohet me një rrjet caktuar që mund të dërgon dikon, atëherë ne mund ngrisëm sinjal për atë çështje. Deri tash s'keni ngrit sinjal. Por përderisa ne nuk kemi elemente të qarta se një politik editorial, redaktuese një media është ka shkën në këtë drejtim, atëherë ne s'kemi as indicje për të shku tutje jashtë asaj që ka deklarohet në raportet. Interesant tjetër që më përmend është fakti se si nganjëherë këto dezinformata nuk janë lajme. Nuk është në edicion të lajmeve ajo. Çfarë metode? Po është në emision pas ditës, në emision të mëngjesit, pra targetohen grupe të ndryshme shoqërore. Dhe ato se çka do të mund të bëjë nga KPM-ja, është që këta të jenë proaktiv në analizimin e përmbajtjes, jo në vija të trasha. A kallëzëm çu keni vrejt ju? Që me dosh KPM-ja me identifiku për shembull ruse, për shembull, që po e marrim kineze. Ne kineze, ne kemi Ejanin,
që është me bazë në Tiranë, edhe prodhon në gjuhën shqipe. Edhe nëse ti e merr prej e-janit një përmbajtje, edhe e gjen edhe te media e Kosovës, edhe është e njëjta, Kemi gjetë? po. Transmetuse, një media transmetuse e Kosovës. Po mendon në televizion apo? Po, televizion po. Tash ti nuk mundesh me ndjek në televizion si link. Po a ka dalë dikush tash me fol tu u thirrën që ato, është potencialisht shumë e mundshme. Pra, çka duhet me kuptu këtu është që dezinformata nuk bjen bardhëzi. Dezinformata vjen si mënyrë të shprehurit e cila pastaj krijon narrativ dhe pastaj edhe vendimarrje. Pra ti ki në një situatë ku njerëzit vinë dhe thonë, shiko, nuk është mirë me investu shumë bujqësi te na se i blejmë Kinë ma lirë. Ose biznesi jonë mundet shumë lehtë me falimentu sepse po vjen prej Kinës. Apo elementet të tilla. Pra, Kina është modeli mirë i shoqërisë sepse i ka Mandimi jot për KPM-n, ç'është vrejç ato. Ç'është me vrejç. Tash KPM-ja nuk mundet me dalë më thonë njerëzve mos shprehni mendime. Këto duhet me kuptu. Po na duhet me edukuar është një që kur të hasëm me si mendime mos mi marr bash 100% të sigurta dhe e dyta me ndërtu kapacitetin brenda redaksive mos me toleru. Pra çka nuk kupton kjo? Nëse kemi pas një situatë në veriun e Kosovës ku krejt narrativa ruse dhe narrativa sërbe, dezinformuese, kam pretendu që në veriun e Kosovës ka me ndodhë një Olluja. Dhe qaj material neve nga ka ardhë. Dhe është transport. Olluja është operacione në Kroaci, i cili në vitin 2021 është ngrit narrativa që çdo veprem institucionale ne ka me qenë një Olluja dhe ka ngrit frikë të qytetarët sërbë. Dhe na e kemi transmetuar çdo pa pas asnjë thjesht filter. Kjo neve na tregon që thjesht kemi ra prej dezinformatës dhe nuk kemi mri me vërtetu faktin a ka me ndodhë ose jo ky element. Jetë folë që në mediat ka dalim, që është përhap narrativa që kanë mu përndjek sërbt në mediat shqiptare a sërbe? Ka dhe në mediat shqiptare, ka dhe në mediat sërbe është e përditshme. Ki influencer, ki politikanë, të cilët e kanë përhap këtë narrativ dezinformuese e cila e ka rreziku sigurinë kombëtare. Mas nej kemi pas rastin e Banjskës ku narrativa dezinformuese në mediat shqiptare në raport me sulmin terrorist në Banjskë ka qenë e hatashme. Dhon prap e thëm publikisht, që unë menoj që ka pas një plan shumë të strukturuar të Milan Radojqiqit për me mri, me shpërnda narrativ dezinformuese në mediat në gjuhën shqipe, nëpërmjet proksive, influencerëve dhe elementet tjerë. Çka kanë thonë që ato narrativat të Milan Radojqiqit? E para, rritja e numrit të viktimave. Ka qenë një narrativ strategjike që numri viktimave me shku në mbi 10 njerëz. E dyta, përshkrimi i grupit të Banjskës, si në reagimin i grupit të qytetarëve. Jo një grupi terrorist të organizuar ushtarak e tjerë, po si në reagimi disa qytetarëve që e kanë qitë ka një llovaç në shpinë dhe po dojnë me mbrojt vendin e vet, ka ndodhur jo në mediat sërbe, po në mediat në disa prej mediave shqiptare. Transmetimi i narrativës së Vučićit, që gjëja sulmi ka qenë aksidental, që vrasja e policit ka qenë aksidental, unë nuk mendoj se s'ka pas qëllim për me thjesht me neutralizu sulmin e Banjskës, me i leju na i mundësi Milanit me thjesht me ik paq për kësaj pune dhe mos me pas gjykimin edhe publik për ato që i ka bërë. Edhe katërta që i pas në dokumentar është mas kësaj dështimit të Banjskës me bo që ka ndosht, distancimi, propaganda tjetër, distancimi i Radojqiqit me Vučićin. Kështu se ka urdhnu Vučići, po që e Milani. Ajo ka qenë, për me e kuptu. Në momentin kur Radojqiqi ka qenë i kërkum për vrasjen e Oliver Ivanovićit në vitin 2018-19, fillimisht kemi pas një atak të hatashëm ajo është kriminale tjere. Dhe në ndërkohë, para përgatitja për tërheqje të fletarrestit, ka pas edhe një narrativ në publik, që gjaja nuk është i fajshmi, është përgatit opinioni, që në momentin kur tërhiqet fletarresti, me kon audienca e qetë. Dhe këto e kemi pa në vitin 2019, e kemi pa edhe tash në vitin 2025, kur u tentu, që fillimisht mos mu vlerësu që Radojqiqi është kryesori në sulmin e Banjskës, por një lider tjetër në terren i cili ka qenë aty si kryesori dhe komandanti. Pra, problemi është që kjo narrativ na vjen prej Shqipënisë dhe është transmetu në vendin tonë. Elementi tjetër po ashtu është synu nëpërmjet proksive, të cilët kanë synu me dalë me thonë, okej, Radojqiqi është i dhënu me Vučićin dhe si rrjedhoi kjo nuk është bo. E kanë thonë njerëz në dokumentar dhe është lehtë e dokumentueshme për shkak se ka pas lajme në këtë fushë. Pra, ajo çka po dojmë me thonë është që në vazhdimsi ka pas investim për me provoku tensione ndëretnike, në vazhdimsi ka pas situata ku materialet e tilla
thjesht janë mbështet. Çka ku mriju në me dokumentu, është shumë e thjesht që disa prej këtyre influencerëve që janë në shqiptar, janë të paguar direkt prej strukturave paralele të Serbisë. Dhe këto e kom dokumentu edhe në dokumentar, edhe në hulumtime të tjera, ku ne kemi gjetë avokat, të cilët flasin për ditë në media tona, të cilët janë shqiptar, të cilët kanë qenë të paguar prej komunës paralele të Leposaviqit. Dhe ata kanë folë me njëherë mas Banjskës. Po thu avokati ka shpërndar narrative. Avokati ka folë, ka përfaqësu, dhe ai ka qenë i paguar në konto në Beograd prej strukturës Ti po thu paralele. s'është veç i paguam si avokati, e ka thu i paguam me shpërndo Normalisht jetë. dezinformon. Momentin kur ti pranon me u kontraktu në vendin tonë për një strukturë paralele. Ama s'është ilegale. Ja paralele ka qenë ilegale. Nalu, se ti e ki Ilegale. dokumentu, ki dal me qatë transakcion edhe kërkush të arestu. S'është Unë ilegale. gjetë dokumentet komunë paralele të Leposaviqit. Jom hi, kom fotokopiu krejt dokumentet, Ove kom gjetë shteti faturat. jonë nuk ka thonë që ka marë pare ilegalisht. Shteti jonë duhet me hetu atë rast. Se ka hetu. Dhe se cilën prej këtyre transaksioneve që janë bo, me ndjek, kisha me thonë edhe penalisht, për shkak se ke kontraktu një strukturë të cilën te ke ditë që është ilegale. Mirë. Po du me kry vetëm pakës, Ardis ki fol hiq, me të pyt, prej krej këto tema që po folim, fakt, vështirësia me e majt një medium financiarisht, na po folim për pare dyshim, ta po shumica e mediumeve sot, kanë vështirësi me u majt financiarisht. Qysh menon që duhet me dalë për kësaj krize ku njerëz që nuk dojnë me shpërnda desinformat, po njëkohësisht me majt televizion. Çka ka nevoja ata për më umin bajt në krizën financiare që gjithë kush po kalon? Fillimisht, duhet po mendoj me përmend një fakt që mediat në Kosovë rregullohen me një ligj stërvjetrum të vitit 2012. Do me thonë sa edhe AVMS-ja është e tejkaluar ndoshta tash se është e vitit 2018, na s'kemi mri as ato për kufizimet e 2018-shit, për sa i përket shërbimeve mediale, audiovizuale, disa termeve bazike, mi harmonizu me, do me thonë, me direktivën evropiane. Pastaj, njëherë kur të amandamentohet ligje dhe të kalon ligje i ri, duhet mi pa edhe kriteret e reja dhe KPM-ja që ka mundet me bo për me siguru se e ka mandat e komision me siguru një treg fair të reklamës. Do me thotë duhet mu siguru që tregu i reklamës tjetë fair dhe mediat funksionojnë të mirëfilli, jo veç me monitoru përmbajtjen edhe me regullu përmbajtjen. Çka për ty treg fair i reklamave? Duhet që në bazë të rregullores për reklamën, të cilën e miraton, aktit në ligjor, duhet me fillu monitorimet ma strikte dhe duhet me fillu ato që i the edhe ti. Për shembull, po në emision të lajmeve, po ki promovim direkt ose shitje të produkteve të saktume, atëherë duhet mu marë po mendoj pasojat për media në rastit të tilla. Tjetra, që ka mendoj që duhet gjithçysh me bo... Kush mi financu lajmet? Lajmet s'duhet mu financu, edhe me regulore në fuqi, lajmet s'duhet mu financu. Rrogat e gazetarëve duhet mu pagu për me shku me t'i bojsa. Edicioni lajmeve është programi më i shtrejt në televizion. Po. Dhe në këtë punë, ne do të me pas vendim strategjik, se apo dojmë me elon mi kallëzu qytetarëve, që po një biznes është të pagu për prodhimin e lajmeve. Qysh është i rregulluar në online. Në online na tregojmë, kallëzojmë, mediumi merë pare prej qësaj, dhe qytetari e din edhe vlerëson vetë. Apo me elon lajmet në mënyrë indirekte, se prap ka financim. Po ka veç nuk ka mënyrë direkte. Jo, dëgjom, atë një shkajnë të thonë. Nëjna të thonë, rogën e gazetarit ka me pagu gjithçysh biznes. Nëse duan ta bëjnë. Se nuk ka burime tjera të financimit. Apo thojmë, pëmlojmë. Ta përfundoj. Vetëm, më falë, Ardita ka fol mas pakti. Lutëm, përfundoje. Do me thonë që kjo duhet mu siguru që reklama, regulorja mu implementu ashtu si duhet. Une absolutisht nuk jam për këto që përdojt Kreshniku që njërë direkte mu bo vendosja produkteve qoftë në emisionet të ngjarjeve aktuale, qoftë në emisionet të lajmeve. Ajo kuptohet që është në njërë indirekte se media më radhë paro biznes. Duhet në një farë forme, absolutisht. Regull është, veç edhe diçka, po du me përmend që për shembull për mediat lokale dhe ato minoritare, treg s'ka, treg të reklamës s'ka. Për këto duhet me mendu edhe qeveria, duhet me mendu edhe parlamenti, mi gjetë disa forma alternative, mekanizma mi undimu me funksionu ata.
ky tregu i dobët i reklamave që i sulmon edhe i atakon edhe mediat mainstream, mediat e mëdha, i ka shty ato ndoshta në ato që ne tha më herët, këtë ekonominë e vëmendjes, i ka detyruar ndoshta që kjo ekonomia e dobët e Kosovës, që ata me qenë më shumë të fokusuar në media sociale sepse po i monetizojnë përmbajtjet atje. Pra ne edhe kështu duhet ta mendojmë mënyrën se si ndoshta mediat e kanë gjetë një kanal të ri të mënyrës së me pas qëndrueshmëri më të madhe financiare për shkak të kësaj. Kaq kemi kohë, faleminderit shumë për vëmendjen, por mbrojtja më e mirë për dezinformatave është mendja jonë kritike, këqyrini çka po lexoni, këqyrini çka po besoni, kontrollojini faktet disa herë, edhe nëse shihni rana, na shkruani në info@kallxo.com. Kaq për sonte, natën e mirë.